Një 30 vjeçar banues në Kukës u arrestua nga specialistët e seksionit për hetimin e narkotikëve, ndërsa nisi procedimi në gjendje të lirë për një 26 vjeçar banues në Prizren, pasi gjatë kontrollit në automjetin me të cilin qarkullonin, shërbimet e policisë gjetën një sasi lënde të dyshuar narkotike kanabis që u sekuestruan në cilësinë e provës materiale, bashkë me automjetin dhe 3 celular. Ndërkohë specialistët e qarkullimit rrugor arrestuan një 27 vjeçar banues në Golem, pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur, ndërsa në prokuri u referuan materialet ku nisi procedimi për një 17 vjeçar, pasi u kap duke drejtuar motomjetin pa leje drejtimi. Shërbimet e drejtorisë vendore të kufirit dhe migracionit nisën procedim në gjendje të lirë për një maroken 31 vjeçar dhe një algjerian 25 vjeçar për veprën penale të kalimit paligjshëm të kufirit shtetëror. Specialistët për hetimin e krimeve nisën procedim për një 44 vjeçar banues në Boriq të Madh pasi ka ushtruar dhumbë psikologjike ndaj bashkëshortes, për një 22 vjeçar banues në Vallën e Dejes pasi ka kanosur një 13 vjeçar për motive të dobta. Gjithashtu për 2 shtetas, 20 dhe 19 vjeç, pasi gjatë kontrollit fizik forcat e posaçme Shqiponia ju gjetën një mjet prerës thik dhe një dorez hekuri, të cilat u sekuestruan si provë materiale. Në Velipoj nisi procedimi për një 46 vjeçar banues në Baksiriol për veprën penale të keq trajtimit të kafshës, i kallëzuar nga një 34 vjeçar se i ka hedhur një sasi helmi në tokën e tij që e ka konsumuar një prej kafshëve që mbante në shtëpi. Ndërkohë në lagjen Skënderbeg një 44 vjeçar ka humbur jetën në banesë, ku dyshohet për shkaqe natyrale. Materialet i kanë kaluar prokurisë për veprimet mëtejshme.